Vlogmas për këtë javë kanë qenë gjitha me surpriza dhe jashtë planeve. Mirë se erdhët në një tjetër vlogmas. Sot është e diel dhe shpresoj t'jeni duke kaluar bukur. E kuptuat besoj se çfarë do bëjmë sot? Por e vërteta është që se keni kuptuar akoma. Sot do përgatisim cinnamon rollsat më të mirë ever. Unë njihem dhe të gjithë fisin për këto cinnamon rolls, të gjithë e dinë që unë bëj cinnamon rollsat më të mirë. Vjen me qesë dhe tani kur më dalin dështim fare se bësha ka. Por mua më njohin shumë për këto cinnamon rollsat dhe sot të t'i ndaj me ju. Unë kam gati 2 vite që si bëj. Se jo bato, jo s'kam pas nerva, jo nuk e di, thjesht nuk i kam bërë shumë gabim, gjasme kam qenë dhe me dietë, po ishte ndoshta. Në Tiranë, vetëm në një vend i kam provuar dhe që më kam pëlqyer, dhe janë tek Dhëmbi ëmbël. Aty 2 cinnamon rolls kushtojnë 10 euro, janë mjaft të kushtueshëm, por mund të them që janë të mirë. Ndërsa të gjithë vendet e tjera ku unë kam provuar cinnamon rolls, më mirë mos i harxhoni lekë. Do fillojmë duke shkruar 115 gram gjalp, sepse kjo recetë do ketë gjalp, ndryshe. Ky vlog do kishte nisur me një event me yoga që mbante sot një vajzë që quhet Deni, dhe që mezi po prisja, por që do që u zgjova mëngjes. Dhe kapa baton për ta ndruar, dhe çfarë të shoh? Është si ishte mbushur me puçra në duar dhe në këmbë. Sa po e pash këtë gjë, e kuptova që ajo që kisha parë para 2 ditësh ju thash si afta në gojë, ishte sëmundja këmbë gojë duar. Dhe sa po e pash atë ditë kur u smur para 2 ditësh, që ishte bërë goja ashtu, thash me vete mos e ka marrë këtë, por pastaj thash okej, po të shoh se nuk ka shenja të tjera e kështu me radhë. Shenjat erdhën sot, madje, dje në darkë, kur kishim dalë, isha duke ripar vlogun e mbrëmshëm dhe pash që kishte edhe një të vogël këtu. Pra që mbrëmi kishin filluar të dilin, por sot tamam i kanë shpërthyer, ta quajmë shpërthyer, jo shumë, për momentin ka vetëm në gojë brenda, jashta nuk ka fare. Kishte edhe diçka tjetër që më surprizoi, sepse unë mendoja që do dilte në gjithë gojën. Ka tek pjesa e pëllëmbës dhe tek shputa. Gjithashtu ka dhe tek pjesa e mbrapme e përpanicës, aty ku paloset përpanica me kofshën, se tani po ja specifikojnë në detaje. Do shtojmë dhe 480 gram qumësh, ndërkohë po shoh që bato po më thret, janë duke lozur me hekrin, po më shumë se loj duke 2 luftim ky. Edhe këtë do ta vendosim ta ngrohem, por duhet keni parasysh që qusht do t'jetë i ngrohtë momentin që vendosni gishtin të jetë pak a shumë si temperatura e trupit tuaj ose pak më shumë, pra, nuk do t'jetë i vluar. Kam hedhur këtu qumshtin në ngrohtë dhe do shtoj 100 gram sheqer të bardhë. Në mënyrë që të shprihet në qumësh. Tani do shtojmë dhe gjalpin. Tani do shtojmë majabuke. Dhe në këtë rast mund të shtohni një pakull nga ato të përgatiturat, që janë 10 gram nëse nuk gaboj, jo nga këto të mëdhajat, ose do shtohni 2 lugë çaj e gjysmë. Do përzihej mirë që të shprihet. Ndërkohë dje harrova t'ju them, po kur ishim duke ngrënë te Pizza Hut. Ishim drejt fundit dhe hekri ishte quar, duket nuk e di çapo a shkojmë banjë, se mbaj mend, dhe erdhi një nga sanitarët që punonte aty për të marrë gjëra dhe më tha, "Ua, tha mashallah sa vajzë e bukur." Dhe nuk është hera e parë që mi thon batos vajzë, që ku ka qenë i vogël, që më kanë thënë, tani ndoshta nga që e kam rrit pak flokët, se di. E tash më është djalë. Tha, "Unë fare jo", e thash s'është problem fare. Edhe në rregull. Tani që kemi përzirë mirë, do t'i lejmë 10 minuta më njanë, në një ambient pak të ngrohtë, jo të ftohtë, në mënyrë që të veprojë majaja. Do filloni do shihni disa si fluska, disa si
përbërës që ngrihen sipër kështu, mbas na ca minuta, se jo me një herë. Përbërja dhe fryrja këtu e majas, fryrja. Kjo që aktivizimi është më saktë termi. Tani do fusi pak nga pak 500 gram miell ose 4 cups, varet nëse bëni masën me cups. Unë do përdor këtë të masës që bleva në Sinsay. Okej, bëra një dëm. Mundohemi ta përziejmë sa më mirë që mos të lëmë fare copa mielli të kapura. Sot duhet ishim mbledhur në shtëpi për të parë nisjen e Big Brother Kosova me vllajën dhe Olën. Duke qenë se nuk ka kush na mban baton, zakonisht çdo fundjavë I them hey, të ftojmë dikën në shtëpi që të paktën edhe ne të kalojmë disi mbrëmjen. Dhe sot nis Big Brother Albania, Shqipëria VIP, se Hekri donte ta cekte, domethënë. Dhe Thash Kosova. Thash Kosova, okay, sorry. Organizim. Po të Kosovës nuk jam duke e parë fare, me qëra fjalla, se di jam e lodhë, s'kam kohë, se s'm ka tërhequr. Dhe... Pas kyshtë Po pra, si zakonisht, se unë nisi shoh, pastaj I lë mes, nuk m'interesojnë rrugës. Por për të kaluar pak kohën bashk, I thash Olës dhe vllajt, nëse keni dëshirë të vini, dhe rrim pak bashk, dhe japim do një mendim për pjesëmarrësit e të tjerë dhe në përvlogje, por që do ti që bato ka kusmur, si që thash, dhe nuk do vinë më. Dhe unë nuk shkova as tek eventi dhe nuk bëm asgjë nga ato gjërat që kishim planifikuar. E thënë kjo do ta shoh bashkë me Hekrin, kështu që do vazhdojmë të jemi bashkë edhe më vonë, duke ngrënë cinnamon rolls, of course. Brumi nuk është shumë I trash, pra që është gati për të punuar, por në të njëjtën kohë nuk është as shumë I hollë, ja, shikojeni. Në rregull, tani që e përzijem mirë, do ta mbyllim, mund ta mbyllim me telefon, me çfarë të doni ju. Këtyre ju kam gjetë zgjidhje kapakët e tenxhereve. I ushtroj presion që t'i ki ajër. Do ta vendosim në një ambient të ngrohtë, unë zakonisht e fus në furrë, për furrë të fikur, për 1 orë. Pra, 1 orë duhet të rri kjo bukuroshe këtu. Ndërkohë që po presim për brumin, duhet t'ju tregoj disa gjëra që jam duke përdor. Pikë së pari këtë, që ma keni parë edhe para në shtator, Aftafort, që e lehtëson pak në gojë. Pastaj, kam marrë këtë kremin, pikërisht për situationin e Batolinos. Dhe pastaj kam marrë këtë përbërjen që shtrihet në ujë. Ja harrova emrin, them drejtën, dhe bëhet ujë si roz dhe ja lyen me pambuk, ja lyen gjitha këto si tip puçrash që I dalin, që I kanë dalë. Dhe me këto mund që shtohet pak a shumë, le të themi që ndërmërëndësishmi është kjo dhe ja bëj shpesh. Të gjitha këto bisedova me Olën, e cila është në Shkodër pediatre dhe më udhëzoi se si ti përdor, çfarë ti përdor e të tjerë. Në mënyrë që mos ta çoja sot në spital Batun, se nuk është në ato gjendjen për spital. Më kupton, dhe shpresoj që vazhdoj kështu mos tjetë, se sa herë po them që u bë më mirë. Të nesërmen ju bëj një update, kështu që ne të shpresojmë të gjithë ne që realisht të bëhet më mirë, sepse ndryshe do bëhet problem pastaj për Krishtlindje, sepse me datë 25 do vinë të gjithë këtu, siç ju thash paraprakisht, por që është e rëndësishme që Bato ta kaloj këtë gjë, sepse kjo është pak ngjitse dhe Okej, tani do fillojmë të përgatisim bushjen. Këtu kam 165 gram sheqer kaf. Gjithashtu kam lënë jashta gjalp që të zbutet në temperaturë ambienti. Do shtojmë 170 gram gjalp të butë. Ndërkohë ka njerëz që përdorin teknikën që fillimisht e hapin brumin dhe më pas hedhin sheqer sipër. Unë përdor këtë teknikën tjetër që bashkoj paraprakisht gjalpin me sheqerin. Unë do shtoj shumë kanell, por mund shtoni diku tek 20 gram nëse doni me gramaturë.
Do dalje si tip paste, si që po e shikoni. Regull, erdhi momenti tani të merrem sërish me brumin. Dhe shikoni. Tani këtu do shtojmë gjysmë pako pluhur fryrës për ëmbëlsira, 4 gram. Do shtojmë 5 gram krip. Do jetë perfekte, pastaj për kontrast pak nga shija që do realizojmë dhe me mbushjen. Dhe 125 gram miell. Do filloni ta përzini avash avash, mirë është nëse keni një spatull. Tani mbasi e keni përzier këtu, do ta kaloni në tavolinë për të filluar për ta punuar me dorë. Unë e pastrova këtu dhe zakonisht vendos këtë letre në kuzhinën që të ndihmoj pak më shumë. Kam dhe e kam lyer me miell. Dhe tani do marr brumin që kemi punuar, do e hedh këtu. Më shumë se katroj drejt këndor, po në formë e kuptua domethënë. Mua gjithmonë kjo letra e kuzhinës më ndihmon kur vjen puna, kur bëj këto lloj gjërash. Tani nëse keni një si tip nga ato spatulat, ja unë po mundohem t'ja formë, por mund t'ja jepni edhe duke e bërë kështu dhe pastaj duke e shtrirë. Tani do fillojmë mbushjen që përgatitëm, do ta hapim në të gjithë sipërfaqen. Tani do fillojmë do rrotullojmë gjithë brumin. Ja, prandaj është e rëndësishme të vendosni këtë letrën e kuzhinës sepse të ndihmon që të bëhet rrotullimi. Tani do ishte mirë që të përdorim një pe kuzhine që unë nuk kam. Unë do përdor thik. Thika nuk është the best, por ato të po, do provojmë ato të reja, ndoshta bëjmë. Aja madhja. Por para prakisht do përgatisim dhe tavën. Gjalpi që më kam mbetur këtu dhe do lyej tavën. Dhe fillojmë të presim si në rollsat. Po ta bëni me pe kuzhine, dalin perfekte, kështu i rregulloj pak me dorë dhe nisim i pozicionojmë në tepsi. Okej, mund ka ndalë një tepsi e madhe dhe një e vogël se nuk po mblin të ba ato. Nëse i prisni me fill kuzhine, do bëni të mundur që t'i prisni nga poshtë dhe forma del më rrumbullake dhe gjithashtu nuk shtypet. Kur i prisni me thik, siç më ndodhi mua, shtypet brumi dhe duhet ta rregullosh pastaj vetë me dorë dhe është pak më sajes nëse e bëni ashtu është më mirë. Dhe gjithashtu nëse shihni që brumi është nuk mban shumë, pra gjithë përbërja nuk po mban shumë, është shumë e butë, mjafton ta fusni në frigorifer për pak kohë që të mpiksen dhe të bëni ato prerjet që të dali perfekte, nëse po kërkoni cinnamon rolls perfekte. Tani unë i mbulova tepsijet me një nap dhe i vendosa në brenda në furrë, nuk e kam ndezur furrën, do t'i lëm që të vinë, të fryhen për 35-45 minuta, pra do t'i lëm dhe akoma pak kohë përpara se t'i pjekim. Okej, ndërkohë që piqen, diku tek 25 minuta, 35 minuta varet nga furra, do shihni me sy, por kujdesni mos piqen shumë se pastaj thahen dhe e humbin atë butësinë. Do bëjmë glasën. Për glas, unë i quaj glas, por pastaj do përdor Philadelphia. Kjo është sekreti im për të dalë sa më mirë, është Philadelphia. Përdorni Philadelphia. Në duhet sheqer pluhur edhe vanilje. 115 gram krem djathi, vanilje 5 gram, 60 gram qumësht, pastaj 30 gram gjalp të butë dhe 120 gram sheqer pluhur. Glasa u bë. Tani presim vetëm që të mbaroj pjekja e tepsisë së parë të madhe. Shikojni, sa po dëgjoj që hapa frigoriferin, erdhi Rio. E pat? Tani,
erdhi momenti se deshet derë dhe këtë të marrë të lyhem me glas. Unë zakonisht ja u hedh kur janë akoma pak të ngrohta, që të shkrihet glasa dhe të futet brenda tek rollsat. Gjithashtu kam vendosur që një nga këto vlogmaset e fundit që kanë mbetur, se edhe pak kanë mbetur, ta bëj me hekrin dhe do ju përgjigjem pyetjeve tuaja, ma keni kërkuar shpesh këtë gjë. Kam vendosur një link në Instagram, gjithashtu kam vendosur një post këtu për të mbledhur pyetjet, por mund të komentoni edhe ti kjo videoja, se unë do mbledh pyetjet nga kudo që kam vendosur, në mënyrë që t'ju përgjigjemi, se e di që ndonjëherë do bëhet e njëjta pyetje, kështu që sa më shumë pyetje bëni, më mirë do jetë. Pastaj kështu që komentoni poshtë kësaj videos pyetjet që keni dëshirë që t'ju përgjigjemi unë dhe Hekri, bashkë, se ai vlogmasi do jetë bashkë i dedikuar një nga këto ditët që do vi. Okej, so yummy. Kanë dalë dhe shumë fluffy. Mbasi të provoni këto, nuk do arrini të provoni më asnjë tjetër. Tani, nëse doni dhe të bëni më shumë dhe ta ngrini brumin, në momentin që prisni këto format, këto rollsat, nuk i lëni të fryhen dhe një herë, si që i lam ne 35 minuta, 45 minuta, por i fusim me një herë në ngrirje me pelikula. Dhe pasaj, për t'i pjekur, i nxirrni, i lini që të shkrihen pak dhe pasaj i piqni. Dhe kjo mund të bëhet më duket për 6 muaj, mund të ruhen, por nuk jam shumë e sigurt, kështu që të paktën 3 muaj mjaftojnë dhe ti përdorni sërish. The best in town. Më të mirë. Kjo është një ndër gjërat që kur s'ka dështuar. Jo, janë më të mirët e di. Shikojni këtë tjetri. Hamëre. Jam duke provuar dhe unë, dhe më tha Heku si se komentove. Thash që të komentoj është dhe fluffy, është shumë but. Ndërkohë më duke pyetur që të nisi Big Brother. Edhe pse ne gjithmonë tentojmë të shohim episodin e parë dhe pastaj përfundojmë që se ndjekim. Po gjithë kështu përtojmë, nuk e di. Rio. Shko Rio do, cinnamon rolls, arrin këtu dhe bën. Shko ha kokrat e tua, Riush. Ore, po shoh opinionistët, po sa që ka ndryshuar kjo Monika, unë e mbaj mend. Lëre që nuk shoh politikë dhe televizor, po edhe Ledioni është dobësuar shumë. Por nuk e di jam pëlqen. A thuash ndar me vërtet? Ndërkohë jam në video call me Olën. Por nuk e di, am pëlqen kostumi që ka vesh, them drejtën, nuk është shumë në gustët e mia. Ku di unë, s'më pëlqen dhe mënyra si është prerja, tailoring dhe tek pjesa e poshtme. Nuk mbylla me Olën, sepse televizori Olës dëgjohej këtu dhe nuk arrin dot të përqendroheshim. Dhe tani do shohim që çfarë do ndodhi ose do më zgjumi mua. Ta pak, sepse u zgjua Bato dhe po qante u dësh sa ta qetësoja dhe ta zinte gjumi sërisht. Dhe shoh që pas ka hyrë një nga West Side Family, që nuk është se e njoh shumë, por sigurisht këngët e tyre e njoh, se kur kam qenë e vogël, adoleshente, në gjimnaz, i dëgjoni. Dhe shoh që pas ka hyrë dhe kjo Miss Grand Kosova, Brikena, edhe po komentojnë atë pjesën që ka thënë që ditë flas kosovarçe, ditë flas dhe gjuhën shqipe. Këngën që ka virale dridhe, unë se njeh kam fare. Hekri thot që ka dalë ky tipi meme, por me sa shoh lista që ka qarkulluar online, që ka vërtet se ky ishte më duket apo më duk mua. Kishte dalë që ky do ishte pjesë. Jo se ti që kam pa në internet. Nuk kuptoj. Okej. Jo, se dy të parët i njifja. Do më thënë, i njifja. West Side Family i njofin gjithë. Edhe këtë Brikenën e njofim gjithë
se shkoja ti në Tajland. Ato vazhdo në zjohet prapë se ka siklet edhe ja hoqëm çorapet që t'i freskohen pak këmbët tek jorgani, po isha duke fol me Olën dhe sa po flisja, hyri ky djali nga Shkodra dhe komenti i Olës, kështu mesazhe s'munet me net një shkodran pa hy, dhe ka shumë të drejtë sepse edhe te Big i Kosovës dhe këtu, dhe madje te Big i Kosovës, ai nga Shkodra po merr shumë hapësirë dhe vëmendje për mirë flas, kurse këtë djalin nuk e njoh fare, nuk e dija që ekzistonte se Gjithë ju bikën këto me. që ju bikan mikrofonat. Se nuk janë mësu me zbritja dhe klasi i lartë. Po tamam, po s'besin nga klasi. Unë ndërkohë që ju bien me në të kresë.